Gjesti dhe Loredana përfshihen në një debat të ndezur, ku tensioni mes tyre është i dukshëm. Gjesti, me ton ironik dhe një buzëqeshje sfiduese në fytyrë, i drejtohet Loredanës, duke i thënë: "E di që më ke qejf, Loredana. E ke treguar me veprimet e tua. Ti përpiqesh të më ngacmosh, të më provokosh në biseda dhe të jesh afër meje, por unë nuk ta jap atë shans. Nuk je në nivelin tim." Ai e thot këtë me një siguri të madhe, duke e shikuar atë drejt në sy, sikur të ishte plotësisht i bindur për fjalët e tij. Loredana, e cila nuk e pranon këtë akuzë, ndryshon menjëherë shprehjen e fytyrës dhe e kundërshton me një ton të acaruar. "Je duke folur broçkulla, Gjesti. Pse kujton se çdo vajzë këtu ka qejf ty? Nuk e di kush ta ka futur në mendje këtë gjë, por e ke gabim. Unë nuk kam ndjenja për ty dhe kur nuk kam pasur. Ti je ai që kërkon vëmendje dhe tani po përpiqesh të më përfshish edhe mua në lojrat e tua." Ajo e shikon me një shikim të ashpër, duke lëvizur duart në shenjë mospranimi. Gjesti, megjithatë, nuk lëkundet nga qëndrimi i tij dhe vazhdon me ironinë e tij të zakonshme. Po, Loredana. Vazhdon të mohosh, por unë i kuptoj shumë mirë shenjat. Kur më sheh, të ndryshon fytyra, kur flas, gjithmonë përpiqesh të futesh në debat me mua. Nëse nuk do të kishe qejf, nuk do ta kishe këtë energji ndaj meje. Pranoje, është më e lehtë, thot ai, duke qeshur dhe duke tundur kokën. Loredana, tashmë e tërbuar nga vetbesimi i Gjestit, afrohet edhe më shumë dhe i përgjigjet me një ton më të lartë. "Nuk kam asgjë për të pranuar, sepse nuk është e vërtetë. Ti thjesht kërkon të ngatërohesh me të gjithë dhe kur nuk të del lejotja, fillon të sajesh histori. Nuk ke asnjë bazë për ato që thua. Unë jam këtu për lojën time, jo për ty." Banorët e tjerë fillojnë të dëgjojnë debatin dhe disa qeshin nën zë nga mënyra se si Gjesti dhe Loredana përplasen. Gjesti, duke parë se ajo po zemërohet më shumë, vetëm buzëqesh dhe i mbyll bisedën me një fjali tjetër ironike. "Si të duash, por unë e di të vërtetën. Kur të pranosh ndjenjat e tua, më thuaj. Deri atëherë, vazhdo me këto justifikime", thot ai, duke qeshur dhe duke u larguar, ndërsa Loredana e shikon me nervozizëm, e irrituar nga vetbesimi i tij.